Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas shumë vitesh bashk, ndahet çifti Sara Berisha dhe DJ PM. Një nga çiftet më të njohura të showbizit shqiptar, Sara Berisha dhe DJ PM, është rikthyer në qendër të vëmendjes për shkak të zërave për një ndarje të mundshme. Që prej njohjes së tyre në shtëpinë më të famshme të Bigut në vitin 2021, marrëdhënia e tyre ka qenë shpesh objekt spekullimesh. Sa herë që kanë munguar fotot e përbashkëta apo janë treguar më të rezervuar në rrjetet sociale, nuk kanë munguar aludimet për ndarje. Megjithatë, deri më tani çifti ka zgjedhur ta jetojë lidhjen larg vëmendjes publike. Edhe DJ PM ka deklaruar më herët se preferon një marrëdhënie plotësisht private, duke theksuar se aktiviteti I ulët në rrjetet sociale nuk pasqyron situatën personale. Këtë herë, megjithatë, ndjekësit kanë vënë re një detaj që ka shtuar dyshimet. Sara dhe DJ PM nuk ndiqen më në Instagram. Vëmendje ka tërhequr dhe prania e Sarës në Sunny Hill Festival, ku ajo u shfaq e vetme. Për më tepër, ajo publikoi në Instagram këngën The One That Got Away të Katy Perry, një baladë që flet për një dashuri të humbur, veprim që u interpretua nga shumë ndjekës si një mesazh me nën kuptim. Deri në këtë moment, as Sara dhe as DJ PM nuk kanë reaguar publikisht për të konfirmuar apo për të mohuar zërat për ndarjen. Për si rrjedhoi, gjithçka mbetet në nivel spekullimesh.